Vendi i parë me 1.000 euro, vendi i dytë me 500 euro dhe vendi i tretë me 200 euro. Kjo video e publikuar të shtunën nga Adriana Kalaja, e cila me zë dhe figurë ofron para në këmbim të votës, nuk ka vënë në lëvizje asnjë institucion. Veprimi i saj konsiderohet vepër penale dhe dënohet nga 6 muaj deri në 2 vite burg. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk ka mbërritur asnjë denoncim dhe nuk është ndërmarr asnjë veprim për rastin e Adriana Kalas, kandidate së Partisë Demokratike, e cila ofroi publikisht në rrjetet sociale shpërblim financiar për mbështetësit e saj në garën elektorale të 11 majit. Por edhe prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka ndërmarr asnjë mas, edhe pse kjo strukturë vetëm gjatë periudhës 11 prill deri në 20 prill ka monitoruar 50 faqe të institucioneve zyrtare në media sociale, ku janë evidentuar 3 postime me gjetje të cilat janë dërguar për fillim të hetimit administrativ. Çuditërisht, edhe pse monitorimi përfshin dhe datën 19 prill, ditë kur Kalaja ka shpërndar postimin, SPAK nuk e ka përfshirë në shkeljet në rrjetet sociale. Vet Kalaja pretendon se nuk e ka shkelur ligjin, por kryetari i saj Sali Berisha, i vetëdijshëm për shkeljen që kandidatja e tij ka kryer, u përpoq ta justifikonte. Është një keq kuptim, jo shitblerje vote. Ajo njerëzit siç e kam kuptuar unë, megjithatë e ka heq statusin. Pikërisht se krijon një keq kuptim. Krijon një keq kuptim. Statusin ajo e ka heq. Ajo ka patur fjalën për antarët e stafit saj, siç e kam kuptuar unë. Cili nga antarët e stafit do punoj më shumë, do ketë të shpërbim, por ai status është hequr. Pikërisht sepse kanë menduar që ka krijuar një keq kuptim. Pas një verifikimi rezulton që zonja Kalaja nuk e ka hequr postimin, por ne, megjithëse në mënyrë simbolike, ajo ka shpërndar shpërblimet për gazetar kritik me Berishën, pyetja mbetet, jo për shkeljen ligjore të një kandidateje për deputete, por për heshtjen e institucioneve që duhet të frenojnë dhe ndëshkojnë shitblerjen e votës.